Deputeti i koalicionit Vlen, Adnan Azizi, mbrëm në intervistë për televizionin Koha në kuadër të emisionit On Time, tha se telashe ishte Taravari. Pasi medaljen e tij, Vlen po punon pa ndalur. Ai shtoi se pengesë në funksionimin e Vlen ka qenë Taravari dhe tashmë nuk është. Ne garantojmë se shqiptarët do të përfaqësohen proporcionalisht në të gjitha institucionet e vendit, tha deputeti Azizi. Ai ka deklaruar edhe vetë, ne ja kemi pranuar edhe kërkesat. Po pas çdo kërkese, ai nxirrte kërkesa të reja për të përfituar në kohë dhe në fund për ta shtyr procesin në një rrugë pa krije. Domethënë ku se dishim kërkush ku don të delë dhe çfarë pretendon. Edhe ai e ka pranuar se ne i kemi dhënë favore në ndarjen e komunave. Sa në takojt e gjdo subjekti, do me thonë 425, ose partneriteti barabart, ne i kemi dhënë 35, bile në disa raste kemi shku edhe në 40%, vetëm ai të mbetet në koalicion. Tani, po ma vërtetojnë edhe këta që u largun nga Armen Taravari, se ju po t'ja ipshi edhe 50, edhe 60, ai nuk do t'a pranon të pasi që paraprakisht, ka një marrëveshje misterioze me Ali Ahmetin që askush se di përveç Armen Taravarit. Deputeti i Vlen Adnan Azizi tha se Taravari e shiti shpirtin dhe tradhtoi misionin e partisë së tij. Konstatimi i gjithë dhe konstatimi i përbashkët është se Arbeni ka përfunduar dikun tjetër. Cilët janë arsiet? Shantazhi, korrupsioni, parkingu, ku ta di çfarë, kanabisi. Duhet shpirti, s'kam fakte dhe duhet të arruj për vete, po se ka diçka që ai u të transformu, do me thënë, për 108 dhe shkallë ka. Edhe bashkëpunëtorët më të afërt të Arbenit kanë kërku shpjegim për çfarë ndodhi me këtë njeri. Si e bëri këtë salto mortale dhe asnjë vit ne nuk i kemi në qeveri dhe përkundër asaj që ai manipuloj me sondazhet, ne kemi krejtësisht sondazhe tjera shumë optimiste për brenda qeverisë që i zhvillojmë për çdo muaj, po edhe sondazhe që kanë bë institute ndërkombëtare prestigjioze për matje të brendshme, jo për t'i publikuar.